vende të reja pune për kamarier, kuzhinier dhe pastrues nevojtoresh. Kushdo nga ju të nderuar kolegë që ka folur me banorët e këtyre qyteteve bregdetare, do ta di mirë se këto punë tashmë nuk i bëjnë me as dursakët, as lonjatët e as sarandiotët. I bëjnë emigrantët e shkret që vinë nga Bangladeshi e nga Filipinat në sezonin e verës, sepse dursakët, lonjatët dhe sarandiotët kanë marrë rrugën e kurbetit. Për Edi Ramën, e ardhmja e Shqipërisë nuk është një vend që prodhon produkte vendase, e që eksporton ato në tregjet rajonale globale, që zhvillon industrinë, e cila ka rënë me 3%, që zhvillon bujqësinë, e cila ka rënë me 2%, që zhvillon teknologjinë, e cila është në nënhetim akshi nga spaku, që zhvillon proceset komplekse të prodhimit që kërkojnë kapacitete intelektuale përveç se kraun e kualifikuar të punës, që krijojnë vende pune të qëndrueshme dhe që ngrenë Shqipërinë më lart në zinxhirin global të prodhimit të vlerës, sepse për gjitha këto ka nevojë për porte tregtare, se ai Durrësit, i Vlorës e me radhë.